Një kontribut i çmuar në literaturën shkencore në gjuhën shqipe vjen nga autori doktor shkence Gafur Ajruli me botimin e librit më të ri Gjenetika molekulare, i cili tashmë ka dalë nga shtypi. Ky libër është konceptuar si një tekst bazë për studentët e Fakultetit të Shkencave Natyrore, Drejtimi Biologji dhe Biokimi, për studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Bioteknologjisë, si dhe për ata të Fakultetit të Mjekësisë, po ashtu përbën një burim të vlefshëm për të gjithë të interesuarit që merren me problematikën e gjenetikës molekulare. Në këtë vepër shkencore trajtohen tema thelbësore si struktura molekulare e bazës gjenetike, hulumtimet molekulare dhe citogjenetike, metodat për analizën e kromozomeve dhe materialit gjenetik, gjenetika e mikroorganizmave si viruset dhe bakteriet, terapitë gjenetike dhe aplikimi i tyre në praktik, gjenetika molekulare e smundjeve të kancerit, çështje të imunogjenetikës dhe farmakogjenetikës. Libri vjen si rezultat i përvojës së gjatë akademike dhe hulumtuese të autorit dhe synon të ndihmojë në ngritjen e njohurive dhe kuptimin më të thellë të bazave gjenetike në nivel molekular.